Dhe ne kemi nisur takimin ton me një sherr midis njëri tjetrit. U përplasët pak. Po. Dhe në fund u ndam unë me mendimin tim, ajo me mendimin e vet. Takimin e dytë pastaj. Seriozisht? Po, takimin e dytë ulëm dhe kemi diskutuar dhe kemi rënë në të njëjtin mendim se farmaceutika, por barnat, por edhe suplementet, edhe dermokozmetika e kanë të nevojshme edhe të domosdoshme rëndësinë e informimit jo vetëm nga mjekët, jo vetëm nga farmacistët, por dhe atë që klienti fundor ose pacienti fundor që e dëshiron ta marrë në mënyrën e duhur me informacionin e duhur. Eksakt. Sepse shiko çfarë ka ndodhur. Ne mos gabohem tani, ka qenë në lidhje me ndërveprimet e dy firmave farmaceutike, po në dermokozmetik.